Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Më në fund u gjetë zgjidhja ja si të shpëtoni nga tensioni i lartë pa nevojën e ilaçeve. Bollguri, ky dritë i shëndetshëm është i pasur me fibra që mban peshën dhe tensionin e gjakut nën kontroll. I gatuani me ujë ose me qumësht me pak yndyrë. Perimet e gjelbra. Kripa bën që trupi juaj të prodhojë ose të ruaj më shumë lëngje. Kjo çon në një rritje të volumit dhe të presionit tuaj të gjakut në arterje. Ju duhet që ta mbushni pjatën tuaj me perime me gjethe të gjelbra si spinaq, brokoli, kale e të tjerë, për rritje të niveleve të kaliumit. Ky mineral ndihmon gjithashtu në nxjerrjen jashtë të sodiumit nëpërmjet urinës si edhe relakson muret e enëve të gjakut. Gjithashtu frutat e pyllit, pigmenti i cili u jepet boronicave, luleshtrydheve dhe manaferave, ngjyrat e tyre vijnë gjithashtu me një përfitim për enët e gjakut. Antokjanina është një përbërës natyral që zgjeron enët e gjakut dhe i bën më fleksible duke përmirësuar kështu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Një ndër ushqimet më efikase është edhe kosi. Kalciumi është një nga lëndët ushqyese më të mira për tensionin e gjakut sepse ndihmojnë në tendosjen dhe relaksimin e tyre kur duhet. Kosi i ulët në yndyrë është një mënyrë e mirë për të shtuar kalciumin në dietë pa sheqerna të shtuara apo yndyrë. Doni t'i jepni më shumë vlera ushqyese kosit, shtoni ca fruta pylli në kos për një ëmbëlsi më natyrale dhe mbajtjen nën kontroll më të mirë ndaj tensionit të gjakut. Peshku i yndyrshëm. Një tjetër burim i mirë i kalciumit është peshku si salmoni apo sardelet. Këto lloje peshqish janë të pasur në omega 3, acide yndyrore këto që mbrojnë shëndetin e zemrës. Studimet kanë treguar se peshku mundet të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut. Fara. Shtoni fara të pakripura si ato të kungullit, lirit apo farat e luledillit tek sallata, kosi ose bollguri për të ulur tensionin e gjakut. Farat janë një burim i mineraleve jetësore si magnezi që ndihmon në kontrollin e tensionit dhe relakson enët e gjakut. Panxhari me mollë. Përgatisni një lëng me panxhar dhe mollë në raportin 3:2 për të ulur nivelet e tensionit të gjakut sistolik në pak orë. Presioni i lartë sistolik rrit rrezikun për goditje në tru. Panxhari ka një përmbajtje të lartë të kaliumit. Hudhra. Hudhra nuk shërben vetëm si erës për ushqimet. Ajo ndihmon gjithashtu në rritjen e niveleve të oksidit nitrik që zgjeron enët e gjakut. Sa më të relaksuara të jenë enët e gjakut, më pak duhet të punojë zemra për të pompuar gjak. Kjo ndihmon edhe në uljen e tensionit të gjakut. Rekomandohet 1 deri në 2 thelpi. Vaj ulliri. Polifenolet që janë antioksidues mbrojtës gjenden me shumicë tek vaji i ullirit. Këta antioksidues përmirësojnë shëndetin e enëve të gjakut dhe ju ndihmojnë të jeni më elastik. Rekomandohet 2 deri në 3 lug çaj vaj ulliri për çdo ditë. Gjithashtu, thjerza dhe fasulet. 1 filxhan në ditë me bizele, thjerza ose fasule mundet të mbajnë nën kontroll tensionin e gjakut apo edhe ta ulë atë. Thjerza dhe fasulet janë të pasura në fibra, një lëndë ushqyese që mban larg sëmundjen koronare të zemrës. Rekomandohet një racion në ditë me fasule, bizele ose thjerza në ditë. Çokolata e zezë. Rezulton që çokolata e zezë me të paktën 50 deri në 70% kakao mundet që të ofrojë një përbërës bimor i quajtur flavonol. Ashtu si me hudhrën, ky antioksidues mundet që të rrisë nivelet e oksidit nitrik dhe gjithashtu zgjeron enët e gjakut, duke ulur kështu presionin e rrjedhjes së gjakut tuaj. Nga ana tjetër, ju duhet që të kujdeseni për shëndetin tuaj, pasi ushqyerja nuk është e vetmja mënyrë e trajtimit.
Nëse keni tension të lartë të gjakut, një dietë e shëndetshme mund t'ju ndihmojë të menaxhoni apo të parandaloni gjendjen, por ajo çka bëni jashtë pjatës ka gjithashtu rëndësi, prandaj ju duhet që të humbisni ca kile të tepërta, stërvituni dhe merrni ilaçet që ju ka rekomanduar mjeku. Gjithashtu, këtu do t'ju tregojmë dhe disa mënyra të tjera tërësisht natyrale. Merrni frymë lehtë. Marrja frymë ngadalë dhe thellë mundet t'ju ndihmojë të qetësoheni dhe ul tensionin e gjakut. Teknikat e frymëmarrjes munden që të përmirësojnë gjithashtu rrahjet e zemrës dhe i bëjnë arterjet më fleksible. Kufizoni konsumin e kafes dhe alkoolit. Edhe pse konsumi i alkoolit në sasi të moderuar i sjell disa përfitime zemrës, overdoza e tij mundet që të rrisë përkohësisht tensionin e gjakut dhe shkakton edhe disa probleme të tjera shëndetësore. Kufizimi i kafeinës mundet t'ju ndihmojë gjithashtu. Disa njerëz janë më të ndjeshëm ndaj kafeinës se të tjerët. Megjithatë, vetëm në disa raste çon në shpeshtim të rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut në rritje. Nëse nuk ndiheni mirë, përpiquni ta shmangni filxhanin e 2 të kafes gjatë ditës. Pini më shumë çaj. Konsumi i çajit për një kohë të gjatë mundet të përmirësojë tensionin e gjakut duke ndihmuar në relaksimin e enëve të gjakut. Gjatë një studimi të vitit 2014, hulumtuesit shkencor analizuan 26 eksperimente të ndryshme që ishin përqendruar tek lidhja mes konsumit të çajit dhe tensionit të gjakut. Pas 12 javësh tek njerëzit që kishin pirë çaj, tensioni i gjakut sistolik ishte ulur me 2.6 dhe ai diastolik me 2.2. Ekspertët zbuluan se çaji i jeshil është më i miri në këtë rast, ndërsa i dyti ishte çaji i zi. Hani boronica. Një studim i vitit 2015 nga hulumtuesit shkencor në Universitetin Shtetëror të Floridës zbuloi se konsumi i një kupe me boronica në ditë mundet që të ulë tensionin e gjakut dhe të ndosë arterjet. Gjatë studimit, gati 50 gra të cilët të vuanin nga fazat e para të hipertensionit u këshilluan të merrnin 22 gram pluhur nga boronicat e thata, gati njësoj me një kup boronica të freskëta, ndërsa pjesa tjetër morën pluhur të zakonshëm. Ato që konsumuan pluhur boronice pësuan një rënje mesatare në tensionin e gjakut sistolik. Boronicat janë të pasur në fito ushqyes, substanca bimore që mendohet se na mbrojnë nga disa sëmundje. Shtoni kos në dietë. Kosi është i pasur në probiotik që ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të niveleve të tensionit të gjakut. Ata mund ta ulin tensionin e gjakut duke përmirësuar kolesterolin dhe ulur sheqerin në gjak. Stërvitja. Aktiviteti i rregut fizik i sjell trupit disa përfitime shëndetësore dhe një prej tyre është edhe mbajtja e qëndrueshme e tensionit të gjakut. Aktiviteti fizik gjithashtu ndihmon edhe në forcimin e zemrës. Merrni frymë lehtë dhe relaksohuni. Të qenurit i stresuar nuk i bën asnjë favor zemrës. Disa studime madje sugjerojnë se mërzitja e tepërt apo stresi munden që të rrisin rrezikun për zhvillim të problemeve në zemër. Hormonet e realizuara gjatë kohës që trupi përpiqet të luftojë stresin bëjnë që zemra të rrahë më shpesh dhe ngushton enët e gjakut, duke rritur kështu tensionin e gjakut edhe pse për një kohë shumë të shkurtër. Nëse ndiheni të stresuar, provoni disa teknika relaksimi si jogën apo meditimin. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!